Në vetëm pak vjet shkëlqimi të turizmit, premisa e paraqitjes së Shqipërisë në mediat kryesore ka ndryshuar. Etiketat promovuese si Maldivet e Europës i kanë lënë vendin raportimit gazetares që po gërmon poshtë fasadës. Resortet e luksit dhe plazhet e videove të filtruara shkojnë doradoros me problemet e tokës, pasigurisë juridike, arbitraritetit shtetëror dhe klientelizmit. Këtë evidenton së fundmi një material i BBC që çon në Britania të Shqipëri që deri më sot e njohin vetëm shqiptarët. Rama citohet të ketë thënë se Shqipëria ka nevojë për turizmin e luksit, ashtu si shkretë të tjera për ujin, por dokumentari zbulon se kjo ambicie po përplaset me interesat e vendasve. Fokusi zhvendoset në Zvërnec, pikërisht përballë ishullit të Sazanit, të dyja zona ku Jared Kushner do të ndërtojë vila luksoze. Por banorët e Zvërnecit janë të shqetësuar pasi prej 13 vitesh janë në gjyqje për tokat e tyre. Një i moshuar i quajtur Thanas thotë se në Shqipëri i forti fiton. Ai hedh akuza se tokat po tjetërsohen përmes falsifikimeve. Shqetësime ka edhe për faktin se projekti Kushner do të ndërtohet mbi një zonë me rëndësi globale ekologjike. Qeveria ndryshoi rregullat e zonave të mbrojtura në qershor 2024 vetëm për t'i hapur rrugë këtyre investimeve. Biologët paralajmërojnë se Laguna e Nartës, shtëpia e flamingove dhe fokës të Mesdheut do të zhduket nëse kthehet në një port për jahte. Ata pyesin, a ja vlen të humbasim këtë bukuri të virgjër që nuk e ka më asnjë vend i Europës vetëm për disa hotele më shumë? Ajo që të mbetet në mendje është kontrasti i thellë në këto zona, vinçat dhe pallatet që po mbin kudo, ndërsa pak më tutje, shtëpi të rënuara dhe njerëz të varfër. Sipas BBC, në Shqipëri duket se po zbatohet rregulli vjetër. Pushteti dhe paraja shpesh shkelin mbi ligjin dhe natyrën.